Nivelet e detit po rriten më shpejt se në çdo moment tjetër gjatë 4.000 viteve të fundit, një paralajmërim i qartë se klima jonë po ndryshon në mënyrë dramatike. Shkencëtarët paralajmërojnë qytetet bregdetare nga Kina deri në New York po përballen me një kërcënim të paprecedent, përmbytje të mëdha dhe mund të prekin miliona njerëz. Studimi i Universitetit Rutgers tregon se që nga viti 1900, niveli global i detit po rritet me rreth 1.5 mm në vit, ritëm që te i kalon çdo periudhë shekullore për 1000 vjeçar. Dy forca kryesore janë pas kësaj: ngroja e oqeaneve që zgjeron ujin dhe shkrirja e akullnajave në Pol dhe Grenland, të cilat shtojnë miliona ton ujë në oqean. Vetëm shtresa e akullt e Grenlandës mund të shkaktojë deri në 7.4 metra rritje globale të nivelit të detit. Për çdo centimetër që rritet niveli i detit, rreth 6 milion njerëz janë në rrezik të përmbytjeve bregdetare. Zemra e bujqësisë dhe qytetërimit janë më të rrezikuara, dhe humbja e tyre mund të kërcënojë zinxhirin global të furnizimit. Ky është një alarm global dhe lokal. Koha për veprime urgjente ka ardhur. Planeti po na dërgon një mesazh të qartë: veprojmë tani ose përmbytjet do të jenë të pakthyeshme.